Prokuroria e posaçme ka futur në panik politikën. Ditën e djeshme u publikua raporti vjetor i SPAK për vitin 2024 dhe bëi me dije se janë aktualisht nën hetim 33 funksionarë të lartë shtetëror, por pamfleti ka siguruar detaje të reja nga ky raport dhe tregohet kategoria e zyrtarëve që SPAK ka aktualisht nën hetim. Sipas të dhënave të SPAK, nën hetim është ish kryetari i kuvendit që është dërguar për gjykim, si dhe një ish kryeministër i cili është nën hetim. Në pamje të parë mendohet se për ish kreun e kuvendit është Meta, por nëse shohim të dhënat, në fakt nuk përputhen. SPAK njofton se ish kreu i kuvendit është dërguar për gjykim. Në fakt Ilir Meta është nën hetim dhe nuk është mbyllur dosja, pra nuk është ai. Atëherë kush të jetë vallë? Tek ish kryeministri, gjasat janë të jetë Sali Berisha. SPAK i ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar dosjen në gjykat, por GKK ende nuk ka vendosur kalimin për gjykim. SPAK bën me dije se janë gjithashtu nën hetim 4 deputet, ku vetëm një është dërguar për gjykim. Me gjas ky i fundit është Aslan Dogjani, ndërsa nuk e dim se kush janë 3 të tjerët. Po ashtu në listë janë edhe 3 ish ministra, 7 krerë bashkishe të tjerë. Gjatë vitit 2024 rezultojnë 33 zyrtarë të lartë nën hetim, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme secili, nga të cilët 19 zyrtarë janë dërguar në gjykat me kërkesë për gjykim. Siç shihet në tabel, nga numri total i ish zyrtarëve të lartë nën hetim, 19 prej tyre janë dërguar në gjykat, që përfaqëson 52.9% të rasteve. Kjo edhe tregon një nivel të lartë të përfundimit të hetimeve, me ngritje akuzash konkrete për këtë nivel të sofistikuar korrupsioni, thekson SPAK. Mëtej bëhet me dije se lidhur me volumin e çështjeve nën hetim për veprat penale në fushën e korrupsionit, gjatë vitit 2024, prokuroria e posaçme ka shënuar një rritje me rreth 8% krahasuar me vitin paraardhës, 447 çështje nën hetim për vitin 2023, në 483 çështje nën hetim për vitin 2024. Po kështu është rritur me rreth 20% edhe numri i personave të cilët kanë qenë nën hetim për vitin 2024, në krahasim me vitin paraardhës.